Po Ademi, për disa shokë kishë dalë jashtë, bakeset forcat sërbë këty kishë, po s'ka lejuaj kur qyshtin shej Kosovën, vetëm diktiran ose t'jap jetë ose t'shlirohet. Dhe shpesh e përmend këtë fjalën, një dek tjetër s'kem. A kur në një mendim nuk ka pas si dalë jashtë Kosovës, vetëm edhe disa herë ka thirrë shokët dhe çka kanë dalë jashtë, ka thirrë kthenu se nuk shlirohet veni në perëndim. Po veni shlirohet këtu me tytat, edhe këtu kështu shlirohet veni. Ademi ka qenë njeri shumë i dashur, ka qenë shumë i lehtë me bisedu me ta, shumë i nejtë. Edhe gjatë bisedës, një njeri që ka folë, që ka po që kombëtar, që ja dëtar, u dalë përpara e ka nejtë konkret, nuk ka duk dyqysh që pja bati një argat, e ka morë përsi për barën e shlirimi këtë për vetë, nuk ka duk, e ka respektu atë njeri, ma shumë se vetë vetën që e ka një njeri të atil që është me atë ide. Ka qenë shumë i dashur, ka qenë njeri edhe i përgatitur, ka qenë edhe i shkaft, ka qenë edhe trim, që me qëllu nga të Ademit, edhe nga Baltasman nga tyne dhe vetë je po trim.